E bërë ndonjë ditë profesionistin e juristit? Jo. Jo? Jo. Pasi juridikun nuk e mbarova përfundimisht. Nuk u diplomova. Unë kisha filluar që atëherë suksesin me këngët, me muzikën, kisha marrë ca çmime, Po, se ke bërë hite atëherë, po. Po, ishte një kohë kur unë isha në studion muzikore, isha, si me thon, ndër më të mirët e isha të kohës, isha teknicien i fortë, studioja shumë, lexoja shumë, kompjuterist i mirë, më thoshin atë kohë, shqyr që kemi Erionin, vija i ndihmoja të gjithë, i rregulloja studiot. Isha si një lloj bërthame, motori energjie i studiove të Tiranës. Dhe sa më lëshonte njëri më kapte tjetri, nuk bija në tokë në një farë mënyrë, derisa e pash se s'kisha kohë. Por nuk ishte koha prapa që më bëri mua mos e mbaroj juridikun, se bëra 3 vjet e gjysmë dhe ngela për 4 provimet e fundit. Po çfarë thua, se ke marrë diplomën? Ishte Eni Çobani që vendosi që unë mos vazhdoja më. Çfarë thua? Po është interesante. Çfarë Eni Çobani? Kishte një lëndë më të parëndësishme të juridikut, ishte drejta e krahasuar publike. Më fal, ndërkombëtare. Pra, çfarë ndryshimesh ka ligji shqiptar nga ligji francez apo nga ligji ligjet ndërkombëtare, jo ligji civil, sa prapë është më rëndësi. Ligjet ndërkombëtare. Çfarë ndryshimesh ka shteti nga shteti? Ishte një libër 60 faqe i gjithi, që më vonë u hoq fare, u bë fakultativ. Po Eni e mbante shumë fort atë sepse ishte pozit, ti ishe pedagog. Dhe pati një konflikt, kishin pasur një konflikt familjar, diçka midis dajes tim dhe burrit saj dhe më zori natin mua. Çfarë thua? Po. E mirë gëzuar. S'ka gjë. Më mirë. Çfarë duhet? Më mirë. Më mirë, që më bullizoi. Të bullizoi. Po, se do kisha humbur kohë me juridik. Ti historinë se ke treguar ndonjëherë, ë? Jo, është hera parë. Po, e di, ke treguar shumë gjëra për herë të parë sot. Tani. Më kanë pyetur për herë të parë prandaj. Po.